Mirëmbrëma dhe mirë se takohemi. Shumë kënaqësi jemi edhe sonte bashkë për të diskutuar një temë të re. U kënaqëm thënë të drejtën me sportin, e kemi ndru komplet energjinë e kësaj studio. Do nëse po ka dhe debatë ndonjëherë, po... Kishim bërë një debat për shembull direkt se... Po pak ma atleta erë, se për politikë. E këtë gjuje tonin, tash kur po inkuadrojmë dhe të sporti, po më pëlqen jetoni ma shumë të sporti, për shumë sa të politika. Po të pëlqen ma shumë. Po s'po bërtasin shumë për politikë. Okej, do shqyrtojmë që jetonin tash tutje ta kemi vetëm në për panele sportive. Panelet që prekin politiken, jetoni letë mbet... Panele pak më të ngrënta, kështu, solare. Do të flasim sot për një fenomen, të paktën ashtu po quhet nga tifozët e ti, pra flasim për Messin. Ishte një ndeshje e cila u zhvillua mbrëm, ku fillimisht kishte një humbje të penaltis, po që më pas shënoi dhe arriti që të thej edhe një rekord tjetër. Nuk u amori ftyrën, a? Nuk u amori ftyrën kombëtarës Argentines. Pra sot, kryefjalja e këtij emisioni do t'jetë Messi. Do flasim se ka një kohë lirik, si ti nuk je marrë fort më sport, që ekziston një temë, a është Messi apo Ronaldo më i miri gjitha kohërave. Jam prej shkollës mesme kur kam qenë që kjo tema. Që kjo tema është edhe nuk di çka po bëhet. Ndoshta ndeshja e brëmshme e ka mbyll ndoshta këtë diskutim, dënse ka dhe shumë tifos të Ronaldos që nuk pajtohen se Messi është më i miri të gjitha kohërave. Ronaldo pret tash ndeshje që i ka ta shohim se si do të performoj. Messi të vetën e boni, besoj Blerim, 5 shemur me ynë. Tjetër nivel, tash. Tash flase. Pra se shkojmë të prezentimi gjithë mysafirëve në studio, falendrojmë sponsorët e këtij emisioni, bashkëpunëtorët tanë të ngushtë, duke filluar nga Etiketa, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara ndërkombëtare. E ju biletën mundeni me rezervu në etiketa.com. Gjithashtu falendrojmë Spitalin Fati Im, i cili gjendet rrugës për në Çagllavicë, si dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore me një fokus të veçantë në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital në vendin tonë që sjell shërbimin e andrologjisë që trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare, specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet të tjera estetike. Klinika Trandevu, shpallur klinika më mirë në Evropë, shërbimet që i ofron. Për me i pa këto shërbime, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu. Për me pa erës du të më shku në Spitalin Italian të Syrit, ku është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike, që i bashkon gjitha standardet, i sjell këtu në vendin tonë, bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve vendor, por edhe ndërkombëtar, me një synim të vetëm për të parë më mirë, sepse leqëria po vjen erës. Për neve që s'kemi përdorë syze asë njëherë, po më duket që ka ardhë momenti, një det dorë për dore, me shku të spitali, me i marë syzet, mos me t'ik detajet erës, është rëndësishme mos me t'ik detajet. Me neve sonte në studio kemi Besim Kajtazën, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Knatësi gjithmonë Sutrime Dervisholli, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Në anën tonë të djathë kemi Blerim Zënuni, mirë se vjen knatësi. Një mama, faleminderit shumë. Gjelbrim Shabani, mirë se vjen knatësi. Faleminderit shumë. Kam predispozita me ta ngatru emrin, nga Gjelbrim në Gjelbran. Kështu që duhet ta shifroj gjithë, po. Sutri Kajtazi, Messi, më i miri gjitha kohërave, apo ke një mendim tjetër? Po tash si pas tyre sondazheve që po bojnë sot... Mendimi ëtë, lej sondazhet. Mendimi im është se herët është me vendos për futbollistin e gjitha kohërave. Herët, a? Masi janë edhe do vite besoj që do të luajë këta dy futbollistë, bërse Messi do të luajë se Ronaldo është para përfundimit të karrierës e të shohim çka do të ndodhë. Megjithatë, aktualisht është futbollisti më i mirë në botë. Ai pa diskutim. Po, edhe në këto vite, a mund e dikush me mund, po thamë Messin, me dalë ndë një figurë re sportive, edhe pse ka shumë... Ma unë me shumë do të dalë dikush, po hëpërës s'mund të mund askush. Askush momentalisht, a? As Ronaldo? Ronaldo e ka rritë atë kulmin e karierës ti, ka rritë shumë, edhe fati është që këta të dy e kanë shënu një decenje të futbolit bashkarisht. Messi
ky Ronaldo është 2 vjet më vjetër, kështu që i mbetet Mesit ta marrë atë kurorën e më të mirit. Pas ka avantazh në këtë pjesë. Sëtrime si eshe ti këtë pjesë, sepse mbrëm ka pas shumë diskutime në rrjetet sociale, si nga mediat vendore, sigurisht edhe nga ato ndërkombëtare ku fokus tani më është kampionati botror, dhe u rikthye prap diskutimi se a ishte pra kjo ndeshje që vullosi diskutimin se Messi është më i miri i gjitha kohërave. Sheti si që ka përfundu kë muhabet, apo mendon që ka dhe disa lojtarë tjerë cilët mund të arrinë aty ku është Messi? Ndoshta për një shekull ka përfundu kë muhabet. Për një shekull? Mas një shekull nuk e di që bëhet. Për atë sa për cili futbol mund kujtohet edhe atëherë fenomeni Ronaldo i Brazilit, prej, le të themi, stileve dhe lojës që e ka po si pas mendimit tim, Messi dallon prej gjithë lojtarëve çka i kemi përcjell deri tani. Messi përveç taktikës, stilit lojës, ka një mendësi, mentalitet shumë të fortë, një karakter shumë të fortë që e karakterizon si lojtar, dhe unë pikërisht për këtë e vlerësoj shumë. Çka e bën dallimin edhe me Ronaldon. Ronaldo është komplet një stil tjetër. Është një stil që ma tepër e ka bo puna, për disiplina, sigurisht. Po Messi, ndoshta nuk besojmë shumë në talent të lindur, po Messi pak e ka një talent të tij, edhe ka një integritet shumë të fortë si lojtar. Ne e pam dje në lojë me Austrinë, penalin që e humbi, që nuk ka ndodhur Messi asi lloj penali me shutu mos me prej ka sportën. Edhe përkundrazi që ndoshta shumica e lojtarëve ishin demoralizuar në atë moment, sepse është edhe presioni qysh me arrit rekordin që ishte para tij. Ai përkundrazi e dëshmoi nuk u dorëzu në fush, e kërkoi fitoren, vazhdimisht kërkonte topin, pra nuk humbi, nuk u zhduk në fush, po ishte prezent aty, edhe e pam me 2 lojë 5 gola, do të thotë këtë e bën vetëm Messi. Nuk besoj që mund ta bëjë një lojë personalisht jeni ka Messi a Ronaldo? Jo, në personalisht jem ka Messi. Messi, me që... Ronaldo në vlerësoj shumë për mundin që e jep edhe gjithë punën që e bën, po Messi dallon për një talentin e lindur. Definitivisht. Unë du mi thonë do fjani majt mens të krejtë. Hajde dhe, edhe ti gjirojmë. Qërë, Messi o bo lojtari më i mirë i botës, zyrtarisht në 2009, edhe që nga atër ka mbet më i mirë i botë. Sa i përket debatit për rreth historisë, kush më i miri futbollist në historitë futbollit, ky e ka konfirmu këta ndër vite, o mëne që ka kry këtë punë para 10 viteve, po për gjithë ta skeptiket ose tifozët e ekipeve tjera, apo të Ronaldos, apo tifozat anti-Messi, kjo është vullos në 2022 kur bu kampion bote. E tash, me bora sisht me marë kumpën e botës prapë, shtarë 2026, le që vulloset prapë si ma i mirë në botë për futbol, po me shumë gjasa ka më konë sportisti ma i malë në sritë futbolit. Kështu që, harroj me Muhammed Ali, me Federer, me Tiger Woods, me Michael Jordan, me akona i sport tjetër, betit nishë, kështu që për mu nuk është po thunë që edhe për sportisti? Po. Për sportist, për futbol nuk thashë që debati u kry. Po, ideja është që shumë njerëz e kanë pas që të farë krahasimin, që të farë paralelin që pak ku botës nuk je më i mirë në botë. Mbas se ekziston, megjithëse futbolli është sport ekipor, nuk është individual, po ky e ka konfirmuar edhe këta. Sa për këtë rast të penaltisë, më në që arsye pse ka u penaltinë është sepse ja u dëshmuar që s'ka nevojë për penalti që me thy rekordin. Po jashtë asaj shumë faktorë tjerë që tha dhe kolegja e bojnë këta më të madhe, domethënë pjesa që është modest, pjesa që është familjar mbi gjitha, pjesa që asnjëherë nuk ka pas deklarata. Nuk e gjen duhen edhe pak kohë për me vullos këtë farë muhabetin. Nuk e gjen asnjë deklaratë Messi që nga viti 2005 kur ka dalë në skenë që ka thonë unë më i miri i botës. Ka thonë për mua është privilegj, kënaqësi me dëgju që të tjerë më thonë që më i miri në botë. Po njerëz se thjesht ta vojnë. E për të tjerë që kanë më ardhur mbrapa, mbase mundin më ardh. Tash për shembull është Mbappe, është Haaland, si Yamal, ka lojtar potencial. Po çka do të bëjnë këta, nashta bëjnë golla më shumë se Messi. Se Messi nashta me gjasë si mrin 1000 golla, sikur Cristiano që nashta i mrin. Po legacy apo trashëgimia që ka me Lionel Messi në futboll, që veç e ka Lionel, s'ka më përsërit kurrë. Kështu që le ta harrojnë këta krejt tifozat që janë anti. Bile kam një mesazh për tifozat që janë anti-Messi. Bënu që tash pak sa ka kohë pak me ta, se ku të kryet historia e Messit, ku ta lënë karrierën,
Kam ju mallku historia që se keni shiu kur kon koha. Po, këta tifozë për shembull që janë anti-Messi, a bazohen ato argumente që mundem të jap që mendojnë që Ronaldo është më i mirë? Ata s'kan argumente, qëre. Sebre? Tifozi si tifoz, unë jam vetë tifoz. Futbolli ka dëshmu dhe për Ronaldo që ka merita. Patjetër, qëre, unë jam tifoz vetë, po analizë gazetar, na folim këtë me emocione, na që jena futboll. Njerëz që janë tifozat të klubeve që ka qenë Ronaldo, është shumë arsyeshme me thonë që është Ronaldo më i miri. Por, duhet me kuptu që futbolli shihet në fushë. Tash Ronaldo është më i hishëm është. Është më i gjatë, po. Për që to? A ka vjet më shumë, ka vjet më shumë. Unë kom thonë edhe një herë, pa ta marrë shumë komente negative, arritja më e madhe Cristiano Ronaldos karrierë është krahasimi me Messin, kjo është pak si ajgare. Çka ka bërë Ronaldo, unë e kom mësuar gjithmonë sepse ka tregu kuptohet dedikim dhe dashni për futbollin. Po, jashta pjesës arrogancës që ai ka pas gjithmonë, Messi është komplet e kundërta. Kështu që janë dy pole këtë e kundërta që fakt është dëshmuar që 20 vite që ana Messi të ka pas atë farë përparsin, sepse mbi gjitha edhe njerëzimi, edhe tifozët, po edhe bota ka me vlerësu kur je modest, sepse rezultati flet në fushë. Gjelbrema pajtosh me krejtu... Të fola pak shumë. Blerimi me i mbajt me, pa. A bët pak të një argument që dhe Ronaldo... Po thuaj se pajtona me krejt ato që farë tha Blerimi. Te unë diskutim s'ka pas asë njëherë. Në epokën të onë, Messi është pa dushim futbollisti më i mirë që kemi mujtë na me pa deri tash. Asë njëherë s'ka egzistuar dallimi Messi apo Ronaldo. Messi, që shtoj ke Lumiri pe bojnë këti batut, Messi e Ronaldo kështu. Larga, Larg një qetrit. E pse janë krahasu pra Gjelbrem kur konsiderohen që janë kaq larg? Mendoj se janë krahasu që tha dhe Blerimi, mas shumë të e ka bëhë tifozët e Realit edhe të Barcelonës. U konë epoka e Mesit, Reali s'ka pas asë një futbolist tjetër që mu krasu, edhe tifozët e Realit janë bëmi me Ronaldo edhe e kanë bo. Po shifrat e flasin vetë, Messi është futbolisti maj mira dhe jemi të lumtur që jemi jetojmë në epokën e tij. Kështa po dikon Ronaldos më shtyp pak më të. A di që prom po mdoket? Profa nuk po pajtohet me Juve krejt. S'po pajtohet profa krejt me Juve, ama nashta prom kanë nguru edhe pak këta të Ronaldos. Qërë, Ana Shajgarën pa i tipi ka 41 vjetë, Ronaldo ka 41 vjetë, unë nuk mënej që ka futbolist tjetër që është 41 vjeqarë që startën e përkumtarë më dhaja. Ai e ka atë egon që mbasën shumë raste në jetë i ka bo edhe mirë, po në disa raste tjera tash është shumë keq që Ronaldo, unë mënej që është shumë keq për të, mu një keq që Messi është u bo golla, jo sepse dallon, trupet dallojnë. Messi s'ka pas të nevojë kur për shpejtësi më të madhe ose fiziku më të madh. Ronaldo është bazuar në natyrën fizike. Për çfarë tash çalon më shumë sepse se ka pjesën e themi mendjes së Leos. Kështu që ai është mirë me kuptuar që jeta është faza, duhet me leon. Se po thuash të shpruar shumë nuk është Ronaldo mas. Po ideja është që ai është mësuar që 15 vjet më krahasu në stop me Messin. E tash kur ky ka ikë shumë përpara, tash që mund një keq, s'ki nevojë mund një keq, apo ke bëu mjaftueshëm, e lën karrierën, është një thënie famshme anglezëve thonë leave the football before the football leaves you. Le futbollin para se të lënë ty futbolli. Ai ka bëu mjaftueshëm, ka bëu më shumë se mjaftueshëm, është futbollisti më i famshëm në historitë të futbollit, më shumë të followersa, më shumë të ndoshta rekorde personale, po gjithsesi gjithmonë te gjonë mos mundorzu kur ai Ronaldo tipi veçantë është Ronaldo, çfarë do them? Edhe ndikimi i tij në futbollin botror ka qenë jashtëzakonisht i Ronaldos. Po, edhe ka mbet gjithmonë. Edhe është halo. Po shihet çfarë ndikimi ka të bënë në Arabinë Saudite që ka shku. I dërgoi gjithë futbollistët me emën Premier Ligës në Arabinë Saudite. Dhe po vret me njerë rritja e cilësisë të futbollit në Arabinë Saudite. Po ku është më i mirë Ronaldo se Messi, trajner? Ronaldo sigurisht shënues është më i mirë. Sigurisht edhe me numrin e golave që ka shënu. Po, është kriter. Messi është në organizimin e lojës. Ja, leti njerë. Po i du të Ronaldos më të mira që ka. Ronaldo është shënues më i mirë. Se mbi 900 golla i ka arrit. Gjë që s'mund të arrit është Messi të besoj. Po, është në raport me ndeshje, në fakt Leo është përpara. Po tash ka kohë aty. Ka shënu edhe është një përparësi e Ronaldos që i ka ndruar shumë klube. Nuk ka luajtur vetëm një klub si Messi, për shembull, që ka luajtur në Barcelonë, një kohë gjatë, Messi ka shkuar në Amerikë. E mire Cristiano që rru bashkë shpesh klube Messi ku i Cristiano më i madh. E pse çështu shihet në futboll ku ti ndron në futbollin amerikan po shihet i Messi tash. Kështu që është mirë 3 vjet, 4 vjet që ndron një klub, kalon klubin tjetër edhe krijon. Pra gabimi i Messit këtu që ka qëndruar për një kohë gjatë në Barcelonë, ndërkohë që Ronaldo
ka lëvizë dhe pse dhe Ronaldo një kohë gjatë ka qenë në Real. Dhe dim se thotë që shumica e tifozave... Ronaldo bashkë se 4 vjetë. S'ka qenë ekipa. Ronaldo e ka bo këtë sen që me pas tifoz globalisht, Manchester, Juventus, Real Madrid. Po ku ka E për me dash ma shumë ato, e mu dok që ma i mirë është ai. Me po për veti. Klubeve që i ka ndru, Ronaldo është nishi, edhe klubet do ka lu gjithmonë. Ka lu Juventus, ka lu Real Madrid, ka lu Manchester, dhe tash në Arabia i klubi madh është për Arabinë Saudite. Si matet, për shembull, një lojtar i Vetëmi mirë? titull që i mungon Ronaldos në jetë është titulli kampionit botëror, që e ka Messi, të se ka Ronaldo. Pra Messi e ka marrë në 2022. 2022. E këtë se ka, që e mungon. Tash për shembull, nëse themi është gola shënuesi mirë, a duhet për një lojtar që patjetër tjetë ndoshta një nga epitetet e tij të shënoj gola, që të spikaci më i miri? Patjetër që duhet shënoj gola. Klubet e mëdha, nëse të angazhojnë, Duan gola. duan gola për i teje. Shikus duan gola. E ato Ronaldo i ka pas gjithmonë, këto gola shënues ka qenë vazhdimisht. Po janë tipa ndryshëm me Messin. Messi ka do karakteristika Apo tjera. më dukesh apo anon më shumë ka Ronaldo? Po jo. Ronaldo e shmoj. Unë e ma shumë. Trajner, Për fillimit të karrierës tiu në Ronaldo e du shumë. a pajtohesh me këto që Po tha? jo që janë ashkalloj Messin tash. Po, se do të janë Dhe normal. shikoni si profesionist. A pajtohesh me këto që tha Blerimi që tha Ronaldo është edhe më arrogant? Nuk është arrogant. E duket kështu po. Ka më në për deklaratin e tij që ka thonë para votrorit. Ka thonë 6-7 ndeshjes që në kur gjo për mu. I ka Po, thonë, si a janë është ashta? ondër kupa botës? It's not a dream, ka thonë, s'është ondër. Po, para 5 viteve, para se me marrë Messi kupën e botës, ka thonë, është ondër për mu kupa e botës. A është arrogancë kjo trajner? Po, a dallojnë ëndrat? Po tu ndrojnë ondër. Që të ditë ka pak. Këtë pjesën prapaskin të futbolit, ata janë edhe miq me Messin, Ronaldo. Në kanë që s'komunikojnë. Allah e Po tash s'pëtjera. kjo Qa, vërtet. për ajrë. Pra po thu që janë meq njëri me tjetrin, Meq janë. komunikojnë Po. pavarësisht tifozave tash. Dëshira e Ronaldos ka qenë që të marrë edhe Messin në Arabinë Saudite. Po dështoj ai kalimi 200 milionë sokë atë një shumë marrëmend. Ishte qenë mirë me i Po, bashkua. mëse ja kesh marrë tani shkëlqimin. Jo, në se një kish marrë, fushë. veç e kish rrit nivelin e futbollit atje në Arabinë Saudite. Po do Strime, të shkojë ta dy të sjellin drejtësi. po do të janë pa diskutim që janë ma Po të Messi mirë, tash po tash është tash filloi kapoku i futbollit. ka po, Kapaku. Po tash jo po në ato presin. që më qenë më i miri sportistë gjitha kohërave. Futbollist, po mundet, po ajo është e diskutueshme. Pa diskutueshme. Po dërë me lonë ma të mirën edhe në sportet Ja, tjera. sportet tjera s'mund se ko legjendat të sportit shtiro me arrit ato nivele, është mjaft ka arrit. Sëdrime, trajneri nuk pajtohet me krejt ju këto që për jep një mesit që nuk është arrogant Për ja për të qesin blerimi, pikën, për për ja ja qesin një qesin pikën, është ma i mirë gjithçysh se Ronaldo është, bile tha, blerimi është sportisti ma i mire, jo veç futbolisti, Do këtë po Ronaldo bën ma sportisti. shumë reklama. Po, profa, trajneri po thot që Ronaldo është gola shënues më i mirë, nuk është as pak arrogant si shpo i duket blerimit. Unë nuk i kisha përgjithësu se çdo kush që e bën punën e vetë Si pas meriton te, me qka e bën Maco ke je tifozë e futbolit, Po. qka bën një futbolist të mirë në fush? A shien edhe këtu tjerat, sepse shumë herë komentohet edhe loja një lojtari, për shembull nëse nuk ja pason topin tjetrit, nëse sheveç aj me shënu gol, komentohen edhe këtu deklaratat, konferencat që janë para dhe pas ndeshjes, futbol dashësit i komentojnë edhe këto, një qysh e paska vrejt blerimi arrogancën e Ronaldos. Po, ajo arroganca e Ronaldos është e dukshme, edhe unë pajtona, po çka e bën masanet veçantë Ronaldon është dashnia e tij për komunitetin. Ronaldo kontribon shumë në komunitet, që është për qytetit ti të lindjes, ekipin e parë, edhe kjo është për mu lërsu. Kjo është diçka njerëzore dhe mbi gjitha sportdashësit e vlerësojnë anën njerëzore para asaj të çka tregon në fush. Për mu, sportist, me qenë sa do një marrë aktivisht me sport, një kohë gjatë,
për mu sportist do të thotë përveç shënimit të rekordeve, golave ose pikëve ku do që lunë tenis, volejbol, basket, me të regu dhe njerëzillëk në fush. Do të thotë me qenë bashkëpunëtor me ekipin, me qenë i kujdesshëm ndaj tifozëris, ndaj atyre që të përkrajnë, me qenë shumë i kujdesshëm çfarë mesazhi dërgon të tifozët, të njerëzit, sepse ti je model. Do të thotë ti nuk mbetesh vetëm futbollist, ma në fush të sportit, ti je model për gjenerata të tëra, edhe për ata njerëz që të përcjellin. Prandaj për mu sportist është veç një pjesë e vogël e rekordeve që i shënon, po mbi gjitha është ana njerëzore që sportisti e shfaq në fush. Messi si person është më pak i tërhequr, do thotë është një tip më i mbyllur në krahasim me Ronaldon. Pra po them që nuk e meritojnë të krahasohen të dy, sepse edhe për mu Ronaldo është shumë i veçantë, edhe Messi është shumë i veçantë në stilin e tij. Prandaj besoj që ky krahasimi që është bo në mënyrë të padrejtë, sepse edhe Ronaldo e meriton një pjesë bukur të mirë në historinë e futbollit, ashtu si që meriton për shembull Pelé, Maradona, nuk e përgjithsoj, sepse secili për kohën e tyne do të thotë kanë shkëlqyer. Po për mendimin tim do të thotë duhet gjenerata të tëra me arrit nivelin e Messit, kur jemi tu e pa që gjeneratat e ardhshme fizikisht janë tu ardhur më pak të përgatitur. Pra duhet me marrë edhe këtë aspekt parasysh që nuk janë si këto gjeneratat, për shembull këta 2000-shat ose 2010-shat, 2020-shat, nuk do t'jenë fizikisht korpulent ose zhvillum qysh janë 80-shat, 90-shat, 70-shat, kështu që një farforme nuk bën me prit në shtatë që Messi ka më zëvendësu prej dikujt, s'paku dhe për 50-un e thash edhe një shekull, sepse nuk e prej asaj që ka jemi të pa për gjeneratave të reja, edhe psikologjikisht gjeneratat e reja janë të ardhur pak ma të ndjeshme psikologjikisht. Ma shpejt po lodhen në fush. Ma shpejt lodhen në fush, pra nuk janë rezistent qysh janë gjenerata e viteve të mëparshme. Kështu që edhe kjo duhet merre parasysh ana psikologjike. Interesante që në Kalirik një ditë ta trajtojmë si temë. Po dojnë me thonë. A do t'ishte Messi, ky Messi që është sot pa Barcelonën? Nëse e shohim atë se çka tha trajneri, tha që gabim ka bo që ka qëndru shumë gjatë, do shta ma mirë do t'ishte që me ndru klube, po soj ka ndihmu ndoshta edhe duke qëndru gjatë në Barcelonë, edhe duke qenë lojtari kryesor i atij ekipi. Po, mendoj që Messi famën e ka arrit prej Barcelonës, edhe u konë falenderus për diçka që ka bo Barcelona ndaj tij prej kur u konë fëmijë. Blerimi e di edhe krejt e din që Barcelona kanë transferu Messin pas një smundje që e ka pas në Argentinë, edhe e ka marrë në ekip, i ka besu e talentit ti, edhe në fund të shpërblyre edhe Barcelona, edhe Messi e ka arrit atë që e ka dëshiru edhe i ka qëndru besnik klubit. Po, mendoj që Messi me çdo klub që kishte shku, kishte arrit. E kemi pa edhe te PSG-ja, se profa tha që s'ka lujt në ekipe tjera, ka lujt edhe në PSG. Po vonë ka dorë, nuk tha që s'ka lujt, po vonë e ka ndru klubin. Dy sezone u konë e ka tregu, ato që i ka tregu të Barcelona i ka tregu edhe në PSG. Edhe që të është për shembull te Inter Miami e siguroi titullin e kampionit, një klubit që u formu as 10 vite si ka histori. Kështu që ato që i ka bo Messi, unë thash, te topatartë mi fitu brenda. Po, spemojmë edhe Ronaldon, se normal janë të dy që kanë shkru historinë, po para Ronaldos veç, mos ta thëmë se jam tifoz i Milanit, po veç... Jo tifozat i Milanit. Ricardo i sezon Leite dos Santos ka fitu topin e artë para tyne, tani një 13 vite, 14 kanë dominu veç Messi e Ronaldo, dhe mos gabofsha 2018, po. Kur e fitoj Benzema topin e artë. Modric, po. Për këto vite që ku e kemi enciklopedinë e futbollit. Po më interesoj me ditë kush mund t'janë figurat, blerim ose sportistët, se figurat, ndoshta po i përshtatet shumë futbollistët që munden si gjenerata më të reja me qenë pikrish një duo që po besoj gjenerata të ardhshme që shune e mbaj mend në shkollën e mesme, gjithmonë ka qenë kë konfrontimi, po e them kështu, midis Realit edhe Barcelonës.
Unë se shamujt me sqaru më mirë se kolegja Sytrime që e shpjegoi pjesën psikologjike që është shumë e rëndësi. Futbollistat ndaj kanë pas gjithmonë, edhe të fortë, edhe me numra, edhe me gola, me krejt. E thash Mbappe, Haaland, Yamal janë këta që janë senzacion. Po për shkaqe që veç u përmenden, për shkak të jetës që kanë qenë këta viteve të 80-90 dhe jetën që bëhet tash, unë mendoj që s'ka më pas konsistencë, sepse jeta e lehtë rrjedhimisht ta bjen atë farë demelin. Është ajo thënia famshme që është përdorur për luftë, që kohët e mira bin njerëz të dop bin kohët të vështira bin njerëz të fortë bin kohët të mira, të lehta. Kështu që kjo tash ka një cikël që përsëritet, tash në kohët e mira, e këta i bojnë njerëz më dop. Kështu që unë mendoj që Mbappe, Haaland, Yamal mbase janë aty, po është problem me arrit konsistencën. Ka qenë Maradona për shembull që për mua është futbollisti më i talentuar në historitë e futbollit, më i talentuar, po s'ka pas konsistencë për shkak të jetës tij që ka pas të çrregullt. Pastaj ka qenë, falni, edhe Pelle, po Pelle ka pas fatin e keq që ka lidhur veç në Brazil, edhe nuk është që është vlerësuar shumë futbollin atë kohë, po nëse diçka kanë bërë Messi Ronaldo që s'ka bërë kur kusht tjetër, ka më kon vështirë më bë, është që për 21 vite kanë qenë në top nivele të klubeve, edhe kanë luajtur diku 80% të ndeshjeve, që dyshoj shumë që ka më ndodhur. Për arsyet që prapë thon po e citoj Sytrimen shumë mirë që. Po tani edhe jo dhe Sytrimi në farë forme qysh po e lexoj gjithmonë, po jeni pak skeptik për të ardhmen, ndërkohë që po pyes që a mund të jemi ndoshta më premtues kur kemi që avancimi, investimi është më i madh se sa në të kaluarën. Investimi është më i madh, po prapë them, instinkti i reut sado që dalin digitalizime, produkte, ambiente, mjete, fundet këtë bëjë me fizik tonë, sonë... Po, prapë them. Po, çdo vit e më shumë. Po, jeta është më e lehtë. Një problem i madh. Mla për shtypje e dje ku të i po këto diskutimet në rjet që po u komentoj ke nga këta që po dojnë Ronaldon, që Messi ka qenë edhe si favorit i gjyqtarve, referave. Po dojtë me ahup meritën e erë. E zakonshme është. Zakonisht ta futbollistë mëdhej kanë konsideruar të gjyqtarët e tyre. Ja, Allah s'ka heq. Jo, kanë do të më pas se ti me talentuar një Messi për shembull ose një Ronaldo ose një Mbappe janë shumë trapë. Jo, pra kur gjos buhet. Këtu në zakonisht kur vishë të ndërhyrje për shembull ndaj Messi që kanë. A ka merituar me ndonjë ndeshje një karton të kuq edhe s'ja ka njop? A ka merituar ndonjë ndeshje meriton, po mendoj karton të kuq edhe e ka merituar atë karton po s'ja ka njop. Në ndeshjen e parë. Messi ta? Po. Pa të gjithë thoshin që i ka meritu, po ndërhyrja ke e ashpër. Në bazë të fotos po, nëse e ke qyrë luhen jo. Jo, për shembull që kanë konsideruar duel në vetë. Ka dhe video. Ka dhe video, po... Se më duket këta në regji ko kanë... Ka dhe varë. Falsa të Ronaldos. Sërë, nuk ka kur gjohë konkret. Duelin në vetë, nuk e për karton një kush në asë rastën. Referit që janin kush është taj, ku të është diçka pa tajt është e pa drejt. Po aja kanë di. Rival të mëdha. Aja kanë di në rastin. Jo, mërë që referi e këqyrë punën e vetë, aja ka Falsa rodën e po vetë. thonë që videot duken shumë të qarta. Falsa, që është problem me falsa? Falsa, nëse kish mund të Falsa të bëjnë me emocione. ndërhyrje E kish marrë karton. kartoni keq. Kjo është hipotetë. Shet qëre, nëse e kesh boti kusht tjetër. Që kanë konsideruar gjyqtarët ndaj Për dikën nën, për dikën Kjo njerë. është hipotezë. Argumenti ndërtohet mbi ato çka është. Jo mbi ato që kish mujt me qenë, nëse i shkon. Nëse këtu. Po gjithmonë s'është ajo. Ndërhyrja e Messit nuk ishte e qëllimshme. As e qëllimshme, as sokon e fuqishme, po video që ashtu. Çka problemi tar se video manipulohen gjithçka. Nëse ke qyrë duhet. Po jo, më po çfarë. Ja, i krejt. Njerëz që luajnë futboll e dinë që kur e çet komen, jetu e tërheq, ajo mund të tesh në komen e kundërshtarit, por nuk është, thonë instinkt me shku kështu. Preferimit kanë vlerësuar që për karton të kush ka qenë. Ti shkon e eksperti kishe për të koqit, sekoni. Ka ndodhë diçka njëjtë në 2022? Me Hollandën diçka. Prekje me Kundër dorë. Hollandës. Rezia të fortë, ajo ka qyrë. Ajo ka një prekje në gjysë fushës, domethënë e ka që dorën nalt. Ajo në është Trodorf me jep karton, por për shkak që s'ka pas impakt në zonë, s'ka pas impakt në një rast të Hollandës, pra atë arsye s'është jap. Nëse shkon në zonë, 100% ish jap edhe karton edhe penallti. Po s'kon zonë, ka në gjysë fushës, edhe ka shumë raste kur futbollistat e prekin me dorë, na thon veç me adin, si instinkt dhe me adin se del jashtë pe prekin. Me ndërprejlojnë. Po, unë nuk besoj në favorizime. Zakonisht njerëz që mendojnë që ka favorizime, njerëz që mendojnë që shiten lojët, njerëz që mendojnë që kështu kanë probleme tjera, që po dihet çfarë janë. Mendojnë që ja kanë nati këta që luajnë për me fitu, po gjithsesi. E në topat orta kanë favorizuar?
Temë shumë e mirë. Unë mendoj që veç një top i art është i dyshimt. Të themi, jo i qërë, nuk është i pamëritum. Unë mendoj që Messi prej që ka nisë në futboll, e ka meritu çdo vit topin e art. Po, jo çdo vit ka pas sukses edhe klubi. Topi i art i vitit 2010, mbase nuk është meritu veç për shkak të botrori, sepse kur është një kampionat botror, 70% meritës të topit të art e merr botrori. Në atë vit Messi është eliminuar në çeyrëfinalen nga Gjermania, topi i art Messi dikush thotë Schneideri, por në fakt unë mendoj që ka pas ditor të tjerë para Schneiderit, sikur Diego Milito që ka pas gjitha trofeet me Interin. E për Ronaldo në ka pas raste. Po, Ronaldo se ka meritu për shembull në 2013-ën. Se ka meritu? Është shty votimi, hera parë nisë që është shty votimi në nëntor 2023. Edhe mendoj që është një topi art tjetër që u diskutu, po ajo akon për shkak pandemisë në 2021, për shkak që topi art në 2020 u pat anulu për shkak Covidit, ka pas më jap Lewandowskit. Masanej euforia e tifozëve ka pasur arsyeshme që vitin vijus në 2021, kur veç futbolli vazhdoi, më jap Lewandowskit, po ja japin Leo Messit sipas ekspertave për shkak të. E merasin me Iniestën, ç'po? Iniesta nëse po strategjia, Iniesta ka bërë gollin në finales në 2010-ën, po ai ka luajtur diku as 5 ndeshje në ligë, ka qenë i lëndum. Po njerëz nuk e dinë, unë më pyet Google as më pyet mua. Jo, ku ka kondash edhe frymëzimin kolegun tonë me pas këto me që Stryme, mendon që bëhen favorizime në futboll, marrë parasysh që kemi figurat ndoja tash. Pasutrimja nuk beson që bëhen. Kur është puna te Messi po besoj. Pak e kishte kështu. Jone, besoj që të lehtë. Besoj që bëhen kur je futbollist i madh dhe me ndikim që është Messi, edhe referat nga njerë bojnë lëshime të qëllimshme, për shkak që edhe mos me prish atmosferën e lojës, po edhe vetë si person, ndështë mos mund diskreditu deri në atë shkallë, kështu që besoj që edhe referat e marrin parasysh këtë. A duhet me ndodhë një gjë e tillë? Se mund tjetë si veprim zhgënjys për lojtarë tjerë? Tash, a duhet, përgjigja është jo, në bazë të rregullave që ka thuhet edhe gjitha qysh parashihet. A mund bëhet? Sigurisht që mund bëhen lëshime, gjithmonë rregullat kanë përjashtime, edhe për lojtarë si Messi, si Ronaldo, do të ishte ndoshta gjëna për një veprim të paqëllimshëm, se lojtarët e mëdhenj që janë këta edhe nuk e planifikojnë atë ndërhyrje sa do ja shpërtjet, nuk e planifikojnë për me në lëndu lojtarin tjetër. Kështu që kjo është e falshme, edhe unë ndoshta do ta kisha bot njëtë më kisha qenë refere, kështu që kisha pas konsiderat ndaj lojtarëve të mëdhenj. Trajner, a ka ndryshu Messi futbollin modern? Po, futbolli modern përgjithësi ka ndryshu, kështu futbolli së dëshbo shkencë e Messi merr pjesë me në qatë shkencën e futbollit modern. Normalisht e ka ndryshu. Periudat që ne po jetojmë qëto 15 vitet e fundit, futbolli me atë para 30 vjet e ka ndryshu shumë. Në çdo pikpamje. Si në përgatitjen fizike, teknike, taktike, e Messi merr pjesë qatë ndryshimin e madh që ka ndodhur. Messi, Ronaldo, e për këta të rritë, që me ndonë trajner? Premtus janë, kur shkojnë ka në pension, besoj që ata do të shënoj një periud 15 veçare, Mbappe, Messi, ky në Barcelonë, që ka në kjo Jamale, po. Jo në të futbolist të ri që vinë, po të ashtëshojmë, sa do të arrinë mas shkures tyre, se këta e në njët Messit dhe Ronaldos. Trajner, pos këtyre kush mendon që është i mbi vlerësuar? Po së tyre dëve? Këta nuk janë të mbi vlerësuar, Ronaldo dhe Messi, se pëjdim na se po që që këta tjertë janë në njët në këtyre dy personazheve. A o dikush është i mbi vlerësuar? S'po di tash kush me të thonë. Tash kjo Mbappe s'mund me qenë i mbi vlerësuar, se është top lojtar, është momentarisht një për futbollistëve më të mirë në botë. Jamali është fillim të karierës, është shpresdhënës. Talent të jashtëzakonshëm është, po ta shteshojmë çka do të ndodhë me të, se ka moshën tamam ku ka nisë Messi në çatë periudhën që ka nisë Messi, ka nisë edhe ky karrierën. Po. E tek shyrën tash me Messin, sa do të shkoj ofër ti ose do ta tejkalojmë Messin? E ka moshën muhalit pak ai heret. E ka moshën pak ai. Mundet, ai Jamal është shumë premtues. Po ne jam për Mbappe, si lojtari më i mirë, Mbappe mu bën përshtypje shumë. Jashtëzakonshëm është. U po edhe mbrëm
me qëta 2 golë që në qëlla. Tash vetëm kjo për njek rekordin e Mesit. Po. Se Mesi e the rekordin e ati Klosës, të shojmë tash Mbappe në kohë kandidat kryesor. Ta të ushty tash për Mbappen. Mbappe ti ka nëse, Mbappe është më i ri. Mendon Blerim që ka të bivlerësuar Neymar. Lojtari më i mbivlerësuar në historitë e futbollit bashkë me David Beckham para 20 viteve. Beckham për arsye të Hollywoodit dhe Neymar për arsye që Brazili ka pas nevojë për një figurë mas Pelés, Ronaldinhos dhe Ronaldo fenomenit, për një figurë që e bën mu identifiku kështu si globalisht si shteti ma me shumë trofe në botë, po Neymar kuptohet ka pas maksimumi 5 vite të mira në karrierë, edhe të një po që ka bo, për shkak të mos disiplinës, për shkak të mendjes madhe, për shkak të shumë faktorëve tjerë, edhe tash në botëror është hera parë që një trajner kaq i madh si Ancelotti e ka bo një vendim që thomune me hatër, e ka ftu në botëror për hatër, po edhe për shkak të presionit madh që ka pas prej tifozëve dhe gazetarëve në Brazil, që është popull i smut, i fascinum, radikal ndaj futbollit. Po Neymar për mua është i vetmi që nuk është dashur krahasu me këta dy për gjatë 10 viteve të fundit. A ka lojtar në Chelsea të mbivlerësuar? Ja më rdopt janë ana. Njerëz ka gjë. Enzo Fernandez. po përmendes. Enzo Fernandez. Po është Argentinës, është teknik, po s'është Doli. Doli emri. Një profesionist. Qërë, ai është shit në 2022-ën, është shit për 120 milion, sepse u konë kampion botën fuqi, domethënë, edhe pa ta lojën e mirë, pa të bëni gol kundër Meksikës, e bleu Chelsea. Po s'është më vlerësim nëse në qatë moment kur e ka bleu konë më i mirë i lojtari i ri botror, që është shpall më i mirë i reu. Tasha është më vlerësum, të shohim apo shitet në Real Madrid. Nëse shitet prapë shtrajt, i më vlerësum. Që shitet një deklaratë që edhe ai në Chelsea sa ishte, që me dëshirë do të luajë në Real, ku tha që do të luajë Enzo. Po. Ai ndikoi në karrierën time në klub aty ndërmorën mosën ndaj tij. Po, ashtu, ndikon, po. Kur luan Chelsea ti, duhesh me lujtë në Chelsea, do të luan Chelsea me dhon këtë kontributin që aty. Paska material. Sa dush. Gjelbrim, a je njëjtë edhe ti që Enzo është i mbivlerësuar? Po, është i mbivlerësuar. Enzo edhe ka plot futbollistë atje që janë mbivlerësuar. Është Neymari, Mbappé deri diku. Ka edhe do futbollistat Kosovës, po mirë mos më përmend. Ja, tu fol me emra. Nuk është Mbappé i mbivlerësuar, është superlojtar është. Po shihet një emër të Kosovës. Adnan Januzaj, Edon Zhegrova. Mendoj që Edon Zhegrova kish mujt me pas karrierë shumë të suksesshme nëse ishte kon larg rrjeteve sociale. Njëjtë edhe Adnan Januzaj. 6 postime i ke shkruar më 6-7, i ke shek ti. I hekë. Si trime kush mendon që do të shkoj lart në këtë botror, ose sipas teje kush mendon që Kalis Teshja anglis. Është favorit. Unë jam tifoze e Brazilit prej 92-ës, nuk e ndroj, do të përveç Kosovës, kur merë Kosova pjesë, kuptohet Brazili eliminohet. Po, unë isha 6 ekipe, potencialisht që mundën me qenë prapë fituse Kupës Botës, 4 nga Evropa, 2 nga Amerika Latine, Argentin, Brazil, nga Amerika Latine, nga Evropa, Spajnë, Francë, Gjermani edhe Angli. Kështu që ta shohim kush me qefin tim Brazili, nuk është të tregu shumë një Brazil që shkemi qef me po atë që ta blerimi që është një popull i dashurum mas futbolit. Ata i penalizon shpesh disiplinat që ju mungon si ekip. Jo rastisht ka ardhur Ancelotti, dikush prej jashtë me ju majtë rregull në shtëpi, sepse është pa që dikush i Brazilit nuk e mon shtëpinë që duhet mrena, kështu që shpresoj që Ancelotti e arrin objektivin, edhe pse ka shumë të vështirë me lojtarë të padisiplinum që shiko Brazili. Ta shohim, këto 6 ekipe i shoh si njëra prej tyre fituese. Unë shpesh jam nëpër televizione veç një emat artikulum për futboll, se sa të spatani moti, kështu që veç për gëzime. Dhe mora më sempre çfarë pjesën psikologjike, kështu që Unë jam çudit tash çka u bë sytrimi apo ja. Ma vonë më tregoj që ka qenë sportiste, karrierë sporti nga familja, ndjekën dhe përmend 92-ën llogarete. Paulindon. Jo rastisht edhe këta futbollistat e mëdhaj na veç që shohim që janë gatu, janë bo ashtu. Po mas asaj përgatitje ka shumë dhimbje, ka shumë sfida, ka shumë lot. Ka shumë që ka njerë i bjen pishman, para disa ditëve lexova një artikull për Mesin kur 2016 ka qenë të utërheq prej kombëtarës. Se humbi kupën në Amerikë Latine dhe po që
I tha vetës, aja vlerë mua me nejtë në kombëtarët Argentinës. Po gjonat ndryshojnë, që është ndryshojnë me disiplinë, me përkushtim, që është Messi, që është një prej trallëve. Kështu që edhe unë këtë pjesën e sportit mundohem pavarësisht krejt profesioneve që i kam, mos me la anash, me përcjell edhe me lujt, kështu që po. Ku ka më mirë? Mra pas skenave ja bëj hizmete. Trajner, kush mendon që është ose kush do ti me fitu? Për ka po bën tifo? Po në tifo, s'provoj për kërkan kështu, me që të një mirë së mendoj Franca, Spanja, Brazili, që të 3 kombëtarë dhe Argentina. Edhe Argentina. Se Gjermania s'po më duket shumë kështu... Anglia? Po edhe Anglia është qëtë radhë, po të ashtëshojmë që ka ndru trenerin se ka Anglez, muhet me ndodhë që më shku dhe i finale Anglia. Me qëtë lojën që po të regon, Finale Anglia ka është binë se Anglia. Gjithmonë, po në fund. Edhe që e disiplina që se ka në Brazil, për shamull, që shta kjo kolegja, aje ka rritë në Angli, Gjermani. E Portugalia? Po dhe Portugalia është ekip që mund të befasoj aty. Po ka shumë ekip aty, 6 ekipe jonë që se që dhe që shkojnë finale nuk është dëmë. Nuk është dhe pa merituar. Portugalia mund të shkojnë finale mire shumë letë. Letë. Ishta e Ronaldo, pilot. Jo, se Ronaldo se më vrejtë në lojën e parë, pak i kam bëgëtu edhe me topa bashkëlojtarët. A fësha, ka probleme. Edhe kjo do të rregullohet tash që ndeshën e sot me shumë. Kundër Uzbekistanit e ka. Ketë një Ronaldo tjetër do të shojmë një Portugali tjetër. Po mendoj që ky kampionat botëror ka dëshmu diçka që Turqia ishte befasia e këtij ku u eliminue pas 2 lojëve. Edhe bani ato që Kosova e ka meritu me shku në botëror para Turqisë. Plus një kombëtar tjetër befasues është kombëtari i Uruguayit, që tha me këtë temave futbollistët mbi vlerësojnë njëri prej tyre është Darwin Núñez. U ktheve prapë të ky muhabet. Drejti kush fiton? Unë kom qef Anglia, si dashami e futbollit anglez, dhe mendoj që Argentinë, Brazil, Angli, Francë, nëse rastisht nuk i bjem në vetin, nuk e di saktësisht tash ç'është është kombinacionet. Matematika po këto ish dash, më thonë, gjithmonë një 2 latine ish dash me kohën Argentinë, Brazil. Franca s'kom qef në fitu, sepse unë nuk jam pro një shteti që një në anë nuk është shumë pro emigrantëve, pastaj bëhet kampion prej emigrantëve, edhe nuk i vlerëson, kështu që i kam do ta në personale me ta. Po Angli, Argentinë, Brazil, cila do që bëhet kampion, për qef Anglia, Argentina normal për shkak të Leos i shkon e madhe, Brazili shkon diçka fantastike për Ancelottin, Franca jo. Edhe Holanda ka mund me kam befasi. Kom simpati për Holandën, e pas ta pacek, pas tema qitën e më bravo. Për momentin, frymën më të mirë në ekip që shpoj shumë, brenda ekipit e ka Argentina, se edhe kjo lunë shumë rol. Kur lojtarët nuk ja pasojnë një tjetër që shpëndodhë me Ronaldon në lojën e parë, po e shojmë krejt kontrat e Mesit që krejt ekipi është u bo mas Mesit që mbi thyt gjitha rekordet e mundshme. Kjo ma i fort. Jo, mendoj që edhe Messi lunë për ekip, a Ronaldo bën të kundër, krejt Portugalia lunë për Ronaldo, Ronaldo lunë veç për vetë. Dhe kështë edhe një rekord para vetës me parasiste. Pas kemi apshelit, probleme edhe në fush. Ku probleme ka ku davish du të me i trajtu. Jo ma pasove topi, një kështu ashtu, dhe unë pajtona që disa futbolistë janë shumë individualista në fush. E mendoj që në një ndeshje futbolli, ma atë sa kam një ri trajner, nuk bërë me qenë veç për veti. Jo, s'ban. Ashtu mund të shme lujt veç në tenis. Tenis, po. Sa përja që si pikën që Ronaldo është futbolist individual që lunë vetën, është kryesori. Ju falenderojmë shumë që sa dishit pjesë e këti paneli, ishte shumë knatësi. Faleminderit shumë. Knatësi edhe jona. Ne këto po e përmbyllim, krejtën debat për sonte, Razilja Rirek, Messi apo Ronaldo, mësuam shumë prej këti debati. Të dy t'i kanë meritat e veta, për momentin Messi pas ka du statistika ma të mira. Jo, Messi. Unë prej këti debati doli që Messi është më i mirë, jo veç në futbol, si pas panelistëve, po në gjitha fushat sportive tjera. Natën e mirë, pas pak, jeni me duelin botror. Natën e mirë.